Kombi ynë ka një fatkeqësi thelbësore, ajo është e ndarjes. Por përtej kësaj, kombi ynë ka disa avantazhe të cilat e bëjnë të mundur një përbashkim të mundshëm. Ajo është gjuha, është historia, është abetarja, janë heronjët tanë, janë traditat tona, veri dhe jug, dhe gjithandej trojeve, të cilat na e mundsojnë që t'jemi një dhe t'jemi së bashku dhe për të mirën e përbashkët. Por ajo çfarë mua më shqetëson është që ne ande dhe këndej kufive tanë nuk kemi arritur që të krijojmë një platformë kombëtare për të krijuar, le të themi, një institucion i cili do të ishte mbi qeveritar dhe i cili do të kujdesej për fatin e kombit, për fatin e shqiptarëve në tërësi dhe jo vetëm shqiptarëve në trojet e rajonit ton, por edhe më tej gjithandej botës. Dhe kjo për fatin e keq, ne po ecim apo ne po udhëtojmë në dy rrugë të ndara, ashtu siç po e bëjmë tashmë, sepse besoj që ju e dini, por edhe teleshikuesit, që nga qershori i vitit 2003, kur në samitin e Selanikut rajoni ton i u dha udhërrëfyesi për antarësim në Union Europian, të gjitha vendet kanë ndjek rrugë të ndara, por Kosova dhe Shqipëria do duhet që paraprakisht të kishin një përbashkim institucional, sepse këtë shpirtëror nuk na e merr kush, dhe që të futeshim si një përfaqësi e vetme në Union Europian, sepse janë të shumta deklaratat ignorante, deklaratat të paqëndrueshme të politikanëve tanë si në Tiranë ashtu dhe në Prishtinë, për të mos thënë në Shkup dhe në Podgoricë, të cilat deklarojnë se ne do bashkohemi në Bruksel, pra në Union Europian. Dhe kjo është ndjesia e inferioritetit që tregojnë politikanët tanë, sepse ju e theksuat edhe shkrimin tim të sapo publikuar. Unë kam dhënë disa shembuj aty, të cilët na tregojnë qartazi se nuk ndodh ajo. Ne nuk bashkohemi së bashku në Bruksel. Ne do duhet fillimisht të ishim bashkë për t'u antarësuar atje dhe për të filluar më pas pjesa e integrimit, sepse edhe antarësimi dhe integrimi janë dy procese të ndara në vetvete. Dhe po e marr si shembull, Greqia-Fqinje është me të njëjtën etni me Çiprin, por që të dyja janë të ndara në kontekstin e antarësimit me këto organizma. Më pas kemi Rumaninë me Moldavinë, që po ashtu janë e njëjta etni, por që ndjekin rrugë të ndara. Tashmë Rumania pjesë e Unionit Evropian, Moldavia dim që ka akoma probleme me statusin dhe paqëndrueshmërinë politike atje. Pastaj kemi Irlandën, e cila po ashtu është vend antar i Unionit Evropian, por që pjesën veriore nuk e ka të bashkangjitur. Më pas kemi, nëse mund ta marr shembull, edhe fqinjën tonë verior, Serbinë, e cila ka një pjesë të etnisë saj në pjesën e Bosnjës dhe Hercegovinës, por çuditërisht politikanët serb asnjëherë të vetme nuk e deklarojnë se do të bashkohen me Republika Srpske në Bruksel. Pra ata pretendojnë që të përbashkohen, ta bëjnë ndryshimin e kufive dhe ndryshimin institucional, në mënyrë që të unifikuar, të përbashkuar, të bashkangjitën në Unionin Evropian, nëse kjo natyrisht do të ndodhë një ditë. Pra ne nuk kemi punuar dhe duket sikur nuk po punojmë në një platformë jo vetëm politike kombëtare për ta rrumbullaksuar identitetin politik kombëtar të shqiptarëve në rajonin tonë, por për ta rrumbullaksuar edhe një strukturë institucionale e cila do të ishte mbi qeveritare dhe e cila nuk do të pengonte, le të themi, ngritjen e strukturave qeveritare në nivel të republikash. Por, madje natyrisht ka edhe modele të tjera, mund të jetë konfederat, mund të jetë federat, mund të jenë të panumërta modele të cilat mund të konsiderohen, por që shqiptarët si kom, si etni, si gjuhë, si histori, të jenë të përbashkuar, të kenë një politikë të unifikuar kombëtare dhe fatkeqësisht
kjo nuk po ndodh. Prandaj rrugtimi i Tiranës zyrtare drejt Brukselit, rrugtimi i Prishtinës zyrtare drejt Brukselit, deri më tani nuk ka patur sinjale për një përbashkim të tillë. Pra udhëtohet në mënyrë të ndarë. Dhe unë do ta konsideroja fatkeqësi kombëtare nëse një ditë, qoftë 2027 apo qoftë 2030, që Shqipëria të marrë antarësimin dhe të fillojë të integrohet brenda strukturave të Unionit Evropian me shtetet anëtare, duke e lënë anash Kosovën. Dhe më pas do lind pyetja nëse Kosova pa Shqipërinë dhe e pa sinkronizuar me pjesën tjetër shqiptare, do të mund t'i bënte ballë ta ruajë identitetin kombëtar të pjesëve tjera shqiptare në rajonin tonë. Pra kjo do të jetë një problematikë që natyrisht brezat pas nesh, të cilët do të jenë studiues të politikës apo të historisë apo të drejtësisë, do të merren sërish me këto. Por fatkeqësia qëndron që ne nuk kemi arritur ta krijojmë një strukturë politike e cila do të punonte heshturazi dhe natyrisht modelin më të mirë ne mund ta marrim shtetit gjerman. Pra kombi gjerman punoi në mënyrë të heshtur që pas 40 viteve arriti të përbashkohet, t'i rënoi muret të ndarëse ndërmjet tyre dhe ta krijojë një realitet të vetëm atë të kombit gjerman, i cili sot natyrisht e kemi superfuqi në Europë. Dhe ne si shqiptar mund të bëjmë një superfuqi në rajonin tonë për shkak se këtë na ka dëshmuar historia. Të gjitha ndarjet, degëzimet që sot i kemi dhe të gjitha përkufizimet në kufi kemi me shqiptarët. Fatkeqësisht kjo është historia, por sërish kemi një fatkeqësi që po e ndjekim nga një pavetdije e cila nuk po punohet në përbashkim qoftë institucional dhe në segmente të tjera shtetërore poshtë. Ndoshta u zjatëm pak në këtë pjesë, po dua ta mbyll këtë pjesë të parë me një pyetje, ndoshta sa më shkurt, nëse do të mundesh. A nuk i ndihmon, po them, integrimi i Shqipërisë? Flasim gjithmonë integrim të ndarë, integrimi i Shqipërisë aty të Kosovës? Jo. Sepse për ata që e njohin thelbin e funksionimit të Unionit Evropian, do duhej patur parasysh që Shqipëria do bëhet pastaj pjesë e një sistemi krejtësisht tjetër, të një organizate supranacionale siç është Unioni Evropian. Pra do krijon politika për taksa, për tatime, do krijon politika për çështjen e sigurisë, çështjen e politikës jashtme, do krijon më pas edhe identitet kulturor, do ndikohet tek krijimi i një identiteti kulturor ndryshe nga Kosova. Më pas pjesa e shkollimit, pjesa e shëndetësisë, pra domosdoshmërisht Shqipëria do t'i përshtatet politikave të kësaj organizate supranacionale, ashtu siç janë përshtatur edhe shtetet anëtare tashmë. Prandaj do thellohet kjo ndarje ndërmjet nesh dhe do krijohen, ose më mirë të them, do betonizohen dy realitete të ndryshme shqiptare, pavarësisht etnisë tonë të përbashkët, gjuhës, historisë, heronjve e të gjitha këtyre komponenteve që e përbashkojnë kombin tonë, por një antarësim i mundshëm i Shqipërisë pa Kosovën do ta betonizojë një ndarje të thellë ndërmjet kombit tonë dhe do krijojë dy realitete të ndryshme. Jo rastësisht ka marrë shembull referues shtetet të cilat janë anëtarë të Unionit Evropian, por të cilat janë të ndara nga pjesë të tjera të etnisë së tyre. Mirë, e lëm çështjen e Shqipërisë, integrimin e Shqipërisë dhe të Kosovës, rrugën drejt Unionit Evropian, për të erdhur tek zhvillimet tashmë edhe më të jashtme, po themi, se sa rajoni ynë. Apo shkon Shqipërim Bashkimi Evropian në një luftë tregtare me Kinën, ndoshta në këto momente që ne flasim, zyrtar të Bashkimit Evropian, pikërisht presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Antonio Costa gjenden në Kinë, atje ku kanë takuar kryeministrin Li Qiang dhe presidentin kinez Xi Jinping. Çfarë është kjo vizitë e krerëve më të lartë të Bashkimit Evropian në Pekin dhe çfarë lajmesh na sjell prandaj në një periudhë afatmesme, ose ndoshta edhe afatgjatë, nuk e di. Kur ish ministri i jashtëm francez Robert Schuman në deklarimin e tij të famshëm për një riorganizim të Europës së pas luftës së dytë botërore, në thelbin e deklarimit të tij ishte që
të krijohet një komunitet ekonomik evropian, e që filloi me traktatin për Thëngjill dhe Qelik. Pra, nëse shikohet në historikun e ekzistencës të kësaj organizate, është ekonomia, pra është tregtia. Dhe që nga traktati i Maastrichtit, më pas edhe i atij Amsterdamit, i është dhënë, le të themi, edhe epiteti politik dhe krijimi i strukturave politike të Unionit Evropian, por që në thelb nuk e ka humbur rëndësinë ekonomike. Dhe marr parasysh që bota ka një valorizim të interesave ekonomike gjithandej, më pas edhe lufta që po zhvillohet ndërmjet Federatës Ruse dhe Ukrainës, pjesa e energjisë dhe pjesa e ushqimit janë shumë të rëndësishme, janë vitale, janë jetike për shtetet anëtare të Unionit Evropian. Atëherë natyrisht që Unioni Evropian në vetvete trazon rrugë të reja për bashkëpunime dhe për përfitime ekonomike po ashtu. Tashmë disa herë kemi patur deklarime publike, por edhe vendimmarrje edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të vendosur tarifa të caktuara për segmente ekonomike të ndaj Unionit Evropian dhe shteteve anëtare natyrisht, dhe natyrisht që Unioni Evropian kërkon shtigje të reja për tregti dhe për bashkëpunime ekonomike. Pra kjo nuk është për t'u habitur, por ju besoj e dini, janë të panumërta publikimet me shifra, të cilat para se të fillonte lufta në Ukrainë ka qenë hambar i ushqimit për 500 milion qytetarë të Europës, të shteteve anëtare të Unionit Evropian. Po ashtu edhe produkte të tjera të cilat kanë bëjnë me arin e zi, me energjinë e kështu me radhë, me gazin që është shumë i rëndësishëm, dhe natyrisht që Kina tashmë është pa si një derë ku mund të trokitet nga ana e përfaqësuesve të lartë të Unionit Evropian për marrëveshje të reja për sa i takon tregtisë dhe bashkëpunimeve ekonomike. A vjen kjo në kuadër të paralajmërimit nga ana e presidentit Trump për tarifa ndaj Bashkimit Evropian, pra si thua, apo e zvendçon në një mënyrë Evropa Amerikën me Kinën në këtë kontekst të ri? Ndoshta nuk mund të themi shpejt se do ta zaventësoj, por që të hap një rrugë bashkëpunimi, duhet theksuar edhe një gjë. Kina është një prej nismëtarëve të organizmës quajtur BRICS. Dhe natyrisht që një mundësi e bashkëpunimit të tillë do ta fuqizonte edhe pjesën le të themi e tregtisë ndërkombëtare të vendeve anëtare të BRICS-ut, që natyrisht do ta dominonte Kina, Rusia, Brazilja, India kështu me radhë. Pra, Unioni Evropian sikur po përçon një mesazh tek Shtetet Bashkuara të Amerikës që ne nuk do shkëpusim marrëdhënie tregtare ekonomike me ju, por paralelisht ne mund të ndërtojmë marrëdhënie tregtare me Kinën dhe me BRICS-in po ashtu, sepse ju tashmë e dini që BRICS-i ka marrë një hovë të madh për sa i takon marrëveshjeve ndërmjet tyre multilaterale, por edhe pretendimeve që shumë shpejt të formalizohen edhe strukturat drejtuese të këtij organizmi. Prandaj Unioni Evropian vetëm pse ka shtektuar drejt shtigjeve të reja për bashkëpunime ekonomike dhe tregtare. Qartë, për të kaluar të çështje tjetër, edhe në kuadër të tregtisë me Kinën, edhe në kuadër të tarifave të reja dhe kërcënimit që vjen nga zyra ovale në Shtëpinë e Bardhë, edhe në kuadër të elefantit në dhomë, që themi ne që është Rusia dhe kërcënimi rus për Evropën, apo përpiqen, po themi, dy shtetet boshtë të Bashkimit Evropian, Franca dhe Gjermania, që ta mbajnë këtë strukturë. Sa janë të suksesshëm Emmanuel Macron dhe Friedrich Merz dhe sa po dështojnë në mbajtjen e binomit të boshtit të Bashkimit Evropian? Është krejtësisht e qartë dhe thjesht për ta kuptuar, shtetet e mëdha anëtare të Unionit Evropian janë shtete të cilat drejtojnë politikat ekonomike, ato të sigurisë, të mbrojtjes së kështu me radhë, dhe shtetet anëtare tjera pastaj janë vetëm përcjellëse të tyre, ose siç njihet në gjuhë angleze, they lead, the others follow. Pra, në këtë kuptim janë natyrisht interesat kruciale të Francës
dhe Gjermanisë, Polonisë, Spanjës, Italisë, të cilat janë determinuese për t'i dhënë kahje se nga do të shkoj Unioni Evropian dhe më pas shtetet tjera do të përcjellin këto lloj politikash. Por ajo çfarë është e rëndësishme është që natyrisht ekonomia gjermane vazhdon të mbetet shumë e fortë, shumë e qëndrueshme dhe kohëve të fundit janë lidhur një mori marrëveshjesh madje edhe të mbrojtjes, siç është rasti i fundit me Britaninë e Madhe, por edhe të tjera marrëveshje ndërmjet Francës e Gjermanisë që konfirmon po ashtu për le të themi jetëgjatësinë e bashkëpunimeve për të ardhmen, sepse aspekti ekonomik ka qenë ai i cili i ka motivuar për të krijuar këtë organizëm evropian dhe aspekti ekonomik do ta mbajë gjallë. Në të kundërtën nuk do të ketë më arsye për të patur struktura të Unionit Evropian nëse në thelb nuk qëndron ekonomia. Qartë, nga ana tjetër, jo për Unionin Evropian, po për secilin shtet të Bashkimit Evropian. Kryesisht flasim për shtetet më të mëdha si Franca, Gjermania, Polonia, Italia, Spanja dhe jo vetëm, ndoshta edhe shtetet e tjera. Tani janë përballë sfidës së riarmatimit. Është diskutuar gjëra gjatë, sidomos rasti i Gjermanisë, e cila vjen nga një shkuar me mjaft kontradikta dhe tashmë po synojnë që të rikthehet si shteti më i fuqishëm jo vetëm ekonomik që është, po edhe ushtarak i Evropës. Po nga ana tjetër, kjo sfidë që Gjermania ka përballë vetes, nga Franca nuk duket se do të shihej me një sy pozitiv. Pra një Gjermani e fuqishme ushtarakisht, e armatosur, sidomos nëse vjen fjala për shembull edhe tek arma nukleare, nga Franca do të shihej jo në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, kemi një bashkim evropian, po kemi shumë interesa të veçanta. Pajtohem plotësisht me këtë përkufizim tuajin. Pas luftës së dytë botërore, Gjermania është ndëshkuar në moslejimin e prodhimit të pasurimit të uraniumit apo të një bombe nukleare apo të armëve bërthamore në tërësi, dhe natyrisht që Franca dhe Mbretëria e Bashkuar kanë patur këtë të drejtë, njëkohësisht të privilegj për të qenë fuqi bërthamore, dhe tashmë kur rrethanat gjeopolitike kanë ndryshuar në Europë, por edhe më gjerë, ka zëra dhe ka patur madje edhe diskutime, dhe këto diskutime natyrisht janë nxjerrë nga ekspertë të fushës, janë bërë publike nga ekspertë të fushës, të cilët kanë njohuri, kanë dhe informacione se ka patur bisedime fillimisht ndërmjet Francës dhe Gjermanisë, më pas edhe Mbretërisë së Bashkuar, që ti mundsohet Gjermanisë ta ketë në posedim edhe Gjermania armën bërthamore ashtu siç i kanë këto dy shtete evropiane, por natyrisht akoma vazhdon të ketë hezitime apo një dozë të frikës për faktin se duke ditur që Gjermania dominon Europën në kuptimin ekonomikisht, atëherë mund ta dominojë edhe ushtarakisht. Dhe mospasja e një arme bërthamore në njërin anë balancon fuqinë ekonomike dhe ato ushtarake ndërmjet Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe Gjermanisë. Por se a do të jetë e mundur që përfundimisht palët të pajtohen, këtë nuk mund ta dim tani, ndoshta në të ardhmen mund të bëhet e ditur, por që a mund të ketë të drejtë Gjermania ta ketë një mundësi të tillë, natyrisht se po, sepse le të themi i plotson të gjitha konditat për sa i takon vlerave dhe parimeve ndërkombëtare të demokracisë dhe të shpirtit liberal, le të themi, të sistemit politik që kanë vetë Gjermania. Pra në këtë kuptim nuk shifet ndonjë problematik, por ajo çfarë mund të konsiderohet hezituese është nëse do ishte e mundur që Gjermania të posedoj një armë të tillë, atëherë përfundimisht do marrë epitetin e një superfuqie të padiskutueshme në Europë, jo vetëm ekonomikisht, por edhe ushtarakisht. Qartë, ndoshta vlen të theksohet këtu që
krejt shkencëtarët bërthamorë më të mëdhenj të historisë kishin qenë gjerman, kështu që ata e kanë prodhu bombën për shtetet e tjera, për Bashkimin Sovjetik, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbase është koha tani që ta prodhojnë edhe për atë dheun e tyre, për Gjermaninë. Nisem për shkak nga kufizimet ndaj Gjermanisë për këtë aspekt. Pikërisht. Tani për të kaluar tek elefanti në dhomë që është marrëdhënia midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Rusisë, midis Trump edhe Putin, duket sikur analistë të ndryshëm që unë kam lexuar e kam dëgjuar e trajtojnë si një telenovel, si një tango që kërcejnë këta dy lider të dy superfuqive bërthamore të botës. Trump është shumë i prerë, ai dëshiron që Evropa, ndoshta Gjermania, t'i blej raketat Patriot për t'i çuar pastaj në Ukrainë. Nga ana tjetër, Putin duket se po lëshon pe dhe duket se mund të jetë i gatshëm për të pranuar një armë pushim në mënyrë që të shmang tarifat me të cilat presidenti Trump e ka kërcënuar Rusinë nëse brenda 50 ditëve, ndoshta tani duhet të jenë diku rreth 40 ose 30 ditë, nga data e kërcënimit, po them, nuk e ndërpret luftën në Ukrainë. Si e sheh këtë situatë? Lufta do të ndërpritet vetëm atëherë kur Rusia, Federata Ruse do ta shef të arsyeshme, dhe arsyeshmëria e saj do të plotësohet vetëm atëherë kur do të arrijë objektivat. Çdo lloj kërcënimi që mund t'i drejtohet Federatës Ruse për sa i takon aspektit ekonomik, në kuptim të tarifave, në kuptim të ngrirjes së aseteve ku mund t'i ketë Federata Ruse në për shtetet e ndryshme botërore, ku ka ndikim natyrisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, për faktin se Rusia është pjesë e BRICS-it dhe shtetet anëtare të BRICS-it tashmë po e ndihmojnë njëra tjetrën duke e anashkaluar çdo lloj thirrje të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Prandaj për Federatën Ruse dhe për Putinin në veçanti nuk po paraqesin ndonjë problematik dhe realisht nuk po ka ndonjë ndikim negativ tek mirëqenia e tyre shtetërore. Pra në këtë kuptim, për aq kohë sa India ndihmon, Brazili ndihmon, Kina ndihmon, Korea e Veriut ndihmon Rusinë, Federatën Ruse, atëherë për Vladimir Putin si president i Federatës Ruse nuk është shumë shqetësuese çfarëdo deklarimi, çfarëdo kërcënimi që po vije nga shtëpia e bardhë. Natyrisht, po të mos ishte pjesa përbërëse e BRICS-it dhe bashkëpunimet ndërmjet tyre, unë do e besoja variantin që shumë shpejt do ndërpritej fronti i luftës dhe do arrije paqja, sepse do kishte ndikim të drejtë për drejtë vendosja e tarifave apo vendosja e ngrirjes së aseteve ruse kudo që ato ndodhen me kërkesë të SHBA-ve. Po për aq kohë sa BRICS-i vazhdon të funksionojnë në kuptimin e bashkëpunimit ekonomik të ndërsjellët ndërmjet vendeve të BRICS-it, atëherë Federata Ruse nuk po e shef serioze asnjë lloj kërcënimi që vije, qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë nga shtete tjera europiane të fuqishme. Ndërkaq që roli i Turqisë në ndërmjetësimin e një armëpushimi midis Kievit dhe Moskës po vazhdon të luhet apo për momentin gjitha opsionet janë të rrëzuara? Ju e dini që janë disa prej ish republikave sovjetike, të cilat tashmë në mos gabojmë 7 nga to, 7 nga 15 sa ishin pjesë përbërëse e ish BRSS-s, janë në ndikimin e drejt për drejt të Ankaras zyrtare dhe natyrisht që për shkak të etnisë edhe ato. Një dosë të ndikimit e ka dhe Federata Ruse dhe atë çfarë bën Ankaraja zyrtare në drejtim të Ukrainës është balancon peshën politike dhe ushtarake duke mbajtur, le të themi, fuqinë e saj tek këto ish njësi të BRSS-s për të arritur tek Ukraina, por pa e bërë, nëse mund ta quaj kështu, pa e krijuar atë neverin tek Federata Ruse, po duke kërkuar në mënyrë diplomatike që të ullet intensiteti i luftimeve, por po e them prapë, intensiteti i luftimeve do të ndërpritet vetëm atëherë kur Rusia do arrijë
qëllimit e saj, sepse po ndihmohet jashtëzakonisht nga shtetet e BRICS-it. Qartë. Për të kaluar tani tek një çështje tjetër, me një ndjeshmëri të jashtëzakonshme tek qytetarët, kudo ku ata janë, dje në Tiranë u zhvillua një protestë këtu në sheshin Skënderbej, në mbështetje të qytetarëve, të banorëve të Gazës, të palestinezëve dhe kundër asaj që Izraeli po vazhdon të bëjë atje, në mendimin e shumë analistëve përtej arsyes dhe në mënyrë të pajustifikuar rrethimit dhe sulmeve ndaj qytetarëve në pikat e marrjes së ushqimit. Një problem shumë i madh që besoj ti e ke ndjekur është edhe problemi i urisë që po ndodh atje në Gaza. Thuhet që është në nivelin e 4 dhe shumë shpejt uria mund të kalojë në nivelin e saj të 5, që është i parikuperueshëm për shkak të problemeve të rënda shëndetësore që krijon. E kam shumë të vështirë personalisht të flas për Gazën, sepse së pari nuk e kuptoj arsyen se pse po vazhdon situata atje, dhe së dyti sigurisht për shkak të pamjeve dhe të situatës së rëndë që ndodh. E vërtetë është që gjendja mbretëron shumë e rëndë për sa i takon popullsisë civile, por ajo çfarë është e çuditshme dhe është shumë problematike të kuptohet nga distanca, përkundër faktit që ne shohim të panumërta pamje, të cilat nuk janë normale, nuk janë njerëzore, nuk janë humane. Pjesëtarët të Hamasit po e përdorin popullsinë civile, të cilët është një strategji krejtësisht e gabuar për të bërë luftën me ushtarët e Izraelit. Dhe fakti që sulmet të herpashershme të pjesëtarëve të Hamasit dhe më pas strehohen brenda popullsisë civile e ka bërë që shteti izraelit t'i bëj sulmet në drejtimet të tyre duke pësuar më pas edhe pjesa civile. Shto faktin këtu pastaj që të gjitha ato ndalesat që janë bë për sa i takon qasjes të kamionëve me ushqime janë më pas, le themi, edhe pjesa e cila supozohet të paktën nga shumë komentator politik, jo vetëm në Palestinë, por edhe jashtë saj, që ka patur ngarkesa ushqimore edhe me ngarkesa armatimesh, të cilat kanë qenë të kamufluara. Prandaj dhe Izraeli duke patur, le themi, informacione për ngarkesa të tilla të kamufluara, ka stopuar prej kohësh hyrjen apo qasjen e kamionëve të ngarkuar me ushqime në drejtim të Gazës atje. Pra, këtu qëndron problemi kryesor tek pjesëtarët e Hamasit, të cilët po e keq përdorin popullsinë civile. Pra, është krejtësisht një strategji e gabuar, sepse nëse dua ta zhvillojnë frontin e luftës, do duhej shmangur popullsinë civile dhe do duhej ballafaqim Hamas dhe ushtri izraelite. Dhe më pas pasoja do të ishin të qarta kush mund ta fitoj frontin dhe luftën në tërësi. Por duke bërë sulme dhe duke u strehuar brenda popullsisë civile, kjo më pas natyrisht që tregon një strategji jo shumë të mençur dhe jo mirë të menduar. Prandaj dhe fatkeqësisht pasojat më pas janë të shumta dhe të panumërta në civilët e Gazës, fatkeqësisht.